A keni ju bindjen që nuk keni në të kurje me që Karemi dhe Kurthi që ju po e pranoni vetë, po thoni na kemi rënë në grack të populizmit, të budallallëkut, a jeni të sigurt që nuk jeni në qatë gratë? Sot kur po flasim, gjykata kushtetuese mund të merë vendim që në zgjedhje nuk e dia ka qatë diskrecion, po sidoqoftë sot rrëfimi i madh është që nëse shkohet në zgjedhje, shkohet për shkak të listës serbe dhe opozitës. Pra, ju tashmë jeni në atë gratë dhe gjasat që t'jeni në të kurje janë aty. Dhe guximin për më ballafaqu me atë rrëfim. Ndryshe u publikuar gjykimi. Apo sa publikuar. Pra nisem për shikuesit, ky emision është xhiruar pra gjatë ditës së sotshme. Po në rregull. E shohim atë gjykimi. Pra, zëri Abxhiku për fund. Për krejt proceset që kanë kalu, ju keni propozu me 15 maj e nxora qeveri të unitetit, diku ka 20 ka shtatori, keni përfundu të e kritiku edhe PDK-n, edhe AK-n, dhe VV-n që është. Pasot kemi... Se unë ngreta shumë çështje, edhe pasot kemi qeveria, po jo, Ron Murati ka marrë vendim dje par dje për 26 milion. Ajo është vendim ekzekutiv. Po, ka dhe një vendim gjykatës supreme. Kemi qeveri, nuk kemi institucione, kemi opozitë, është katrahuar. Jo, do të qenë ma saktë dhe ma korrekt. Do me thonë, verdikti i natës së zgjedhjeve të qytetarëve i deklaruar ka qenë se ne qëndrojmë në opozitë dhe kjo është arsye pse ne s'kemi marrë pjesë në asnjë organizim ose ftesë të dërguar nga lëvizja vetëvendosëse, sepse kemi qenë të qartë me elektoratin tonë sa i përket bashkëpunimeve. Pra, refuzimi jonë është fakt që ne s'kemi dashur qeverisjen për pozitat tona. Pra, nuk e bëjmë këtë punë për çështje pozitave, por i dojmë të qëndrojmë beznik votuesve tonë. Prandaj nuk ka këtu diskrepancë kur po thani që keni thonë që janë në opozitë, si në opozitë. Na nuk jemi qeverisje, fakti që jemi qeverisje, ose s'kemi pas tendenca për me qenë në qeverisje me këtë rezultat, e të shmën qartë këtë pozicion tonë. Qeveria Unitetit ka qenë zgjidhje për krizës si propozim për me dalë për një periudhë kalimtare, me qenë se vendi është ngërç. E mosvetimi i kryetarit të kuvendit ka qenë për parimi shumë thjesht, përderisa jemi pjesë e marrëveshjes, s'duam me qenë pjesë e marrëveshjes, s'duam ne në opozitë, mos s'kemi vota prej neve. Më tani shumica me këndon me bo. Apo kuptoni? Kjo është krejt zanafillën e kanë në çat çndrim të natës së zgjedhjeve. Ne dëshirojmë ne në opozitë. S'kemi vota as për kryetar, ju doni me bo shumicën. Nuk ka votë me zor. Nuk ka votë më kuptume. Sot me dalën me thonë ma votën ti, ose kemi ma dhonë votën për pikë qefi, nuk ekziston kështu. As politika se merë votën për qytetarit, as partia zot me marrë për deputetet tillë. Dush më ullë me bo shumicë. Për herë të parë në historinë e Kosovës, jonë zgju këta televizës vetëvendosje, me një koncept të ri që bënë edhe parmaveshë në me qitë kryetarin e qetë, po së votohet. E dyta, po që u votu kryetari, ju erdë Demal Basha, ta gëzoni, po që ndodhe në institucion a konstituuar institucionet e Kosovës? Pra, kjo është gjendja reale që na sjell te thelbi kryesor, që është shumica politike që i zgjidh gjitha çështjet burokratike në Kosovë. Partia e parë, natën e zgjedhjeve, kur e ka marrë rezultatin, do të thonë, ju falenderoj për garën, ky është rezultati ynë, tash do të përpiqemi me parti tjera, të bëjmë një shumicë të qëndrueshme për 4 vite të ardhshme. Ne dërgojmë ftesën te LDK s'don me qenë me pas punë me ty, s'don me qenë në pozitë jotja, sepse ka deklaruar natën e zgjedhjeve, faleminderit, e bën tjetrin. Nuk mundesh me bë me asnjërin. Del, thu, nuk muj me bë, urdhoni të tjerë ta mundi me bë. Nuk na maltreton 7 muaj ditë në seanca, jo votimi hapur, jo votimi mshaft, jo Bolena, jo Dimali. Jo tash në kryetari 5. Jo ka dalë vendimi i gjykatës kushtetuese, po se ka thonë mirë se interpretoi ndryshe, çu edhe një herë vendimin me një akt gjykimtrik. Kto janë lojra tani më pas të arsyeshme dhe jo, Kosova nuk ka qeveri. Ne mund të jemi në një shtet jo serioz. Dibran, sinqerisht, për arsye pse ata po shkojnë qeveri është se s'kemi prokurori dhe polici të fortë. Me pas vendim gjykatës supreme ti, Norvegji, në shtetin ku Albin Kurti rrit familjen e vet, dhe gjykata supreme thotë që ti si je ministër, sot çaj ministër nuk shkon aty në zyre kur se lën polici, se lën prokurori. Se lëna Jo opozitës, nuk e nona opozitës deputeti. Ai hyrje. Hyrje se lën ai. Ne thotë jo ktheu. Pra, unë e kom dërgëzu me LDK-n, dosjen prokurori, kemi thonë, këta janë të bë shkelje, gjykata supreme ka dalë me vendim, ka thonë, kjo është shkelje. Edhe ti e ki shtetin paralizë totale, për këtë me qenë shësimi krejti neve, po joni mas shumë të qemi politikë për dhe gjithë tjerve. Nuk mundime me thonë ti me qenë ministër, kërët ka thonë gjykata supreme, nuk ka manalë se kaq. Së mundesh me qenë 2 vjet.
Prandaj po ekzistojmë me një botë ku po na rënohen të themelet bazike të funksionimit të shtetit, por është përgjegjësia jona të angazhohemi për me pas rezultat më mirë elektoral për me mbyt të praktike. Këtë thjesht të shkuja në gjithë, edhe proceduralisht nuk duket këtë thjesht. Votim duhet, votim i konzimshëm. Nëse shkon dhe në pandemia në ardhshme në Kosova rrezikon kolapsin. Po. Kështu që zoti Kurti, në atëherë ku ju dërgoj juve ftesën për me qenë pjesë e qeverisë, tha diçka që më ka mbetë në kokë, tha ne mundem me shku në zgjedhje, e pas zgjedhjeve prap duhet me bëj koalicion bashkë, pse mos ta bëjmë tani, kështu diçka. Zgjedhje, pse më vënë ju tash? Edhe a kanë ndërlidhje zgjedhjet lokale. Pra është e rëndësishme që ka shumë gara për partitë politike që të kryejnë zgjedhjet lokale, që pastaj edhe ato të kenë një qartësi se çfarë të bëjnë pas disa muajsh, pra nëse mbahen zgjedhjet. Zgjedhjet lokale janë për qytete. Dhe janë të rëndësishme ndoshta jo domosdoshmërisht vetëm për parti, janë të rëndësishme edhe për qytetarët. Qytetarët duhet të marrin alternativa për problemet e tyre bazike, sepse qeveria qendrore nuk ka ndreq rrugët e rrugicat, pastrimet, kanalizimin, e besa ujin, sepse uji është problemi kryesor në Kosovë. Furnizimi me ujë. Po. Pra të këtë nuk është në kryetari 5 i kuvendit Kosovës. Po mundona me gjitha gjykimit e në kryetari. Disi nuk muj me kalu që të biset pa ju pyte edhe për presidentin. A më të me përgjigju. Edhe për presidentin. Jo, du me thonë që zgjedhjet lokale janë të rëndësishme për zgjedhje nacionale, për ngritjen e frymës, dhe më pas zgjedhjet e reja kur do që mbahen, matematikisht mund të ketë edhe shumicë që tani, sepse ende ka hapësirë për shumicë. Në 12 ditë në kuvendin e Kosovës mund të bëhet shumicë edhe për president, matematikisht, por me qenë se po e shohim se s'ka vullnet për një shumicë, më reale do duken zgjedhjet e reja. Dhe momentet që përcaktohen zgjedhjet e reja, atëherë shumica e arshme e Kosovës do të rrumbullakohet rreth 2/3 të kuvendit të Kosovës. Përndryshe s'ka kuptim. S'ka kuptim sepse do të futemi në një krizë edhe më të thellë. Këto duheni me ditë që nga tash, po them. Okej. Dhe po e përsëris pyetjen të president, ja? Për shkak se ju edhe keni votu zonjën tash që është në detyrë Vjosa Osmani, dhe bindja ime, besoj edhe shumë tjerëve, është që ajo ka fillu një lloj fushate për pas këtij mandati. A mund pritet që LDK-ja do ta mbështesë sërish personin e njëjtë? Unë besoj që pozicioni i presidentit do të jetë çështje negociimi mes partive politike pas zgjedhjeve të reja. Por do të jetë pozicion i diskutimeve partijake brenda partive që e bëjnë qeverinë ardhshme. Dhe aty partitë besoj që kanë interesat e veta, jo të tjerëve. Okej. Zoti Abdixhiku nuk keni arritur me qaru çështjen e nënkryetarit të kuvendit, pra me atë gjykimin që tashmë është i plot për shkak se emisioni është xhiruar, si do të jetë do ta shohim. Qëndrimi është i prerë, domethënë që na votojmë nëse na obligon. Patjetër i dha opsionet se si do qëndrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Patjetër shqetësoni pavarësisht nuk e kam lexuar sepse tha tani. Do të them parimisht, 2 qartësime do të bëj këtë gjykim, 2 qartësime do të bëj, sapo dal nga këtu me siguri veç janë bë analizat me këtij gjykimi. Parë ai takon partisë më të madhe apo gjatë komunitetit, dhe dyta a kemi drejt të zgjedhim, a bën burimin apo dibronin, a kemi këtë drejt. Ju jeni deputet kuvendin e Kosovës, a keni drejt ju me zgjedh cilin është në kryetar për një parti tjetër apo jo? Se dhe kjo është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme a kemi drejt me imponu tjetrit në kryetarin, sepse ju duhet me kuptuar se në kryetarin përfaqësimet partisë, si shefat e grupeve. Nuk janë funksionet këtë institucionit. Nëse grupit tërësisë. Ka guxu gjykata kushtetuese me marr për shkak se nëse kalon pasardhësi, pyetje edhe ja. Nëse fakt nuk e qartëson mjaftueshëm që të punën e nënkryetarit. Nëse nuk kalon qartësi, atëherë me siguri nëse ka Nenadi drejt për nënkryetar Garin, merr vota më shumë se të tjerët. Nëse se ka qartësu. Po nëse është bën vetëm serv me qenë, Nenadi me siguri merr vota më shumë. Absolutisht. Kështu që nuk ka, kjo është çështje e mëpas, ata mundën me dërgu prapë në gjykatë kushtetuese nëse se kanë qartësu. Po mos të futen, tani kjo është çështje pa lexuar dhe një herë pa analizuar saktë. Se me telefon këto punë nuk i mundemi me kuptuar.